Sot do të flasim për një nga serialet që mua më ka pëlqyer së fundmi në këto vitet e fundit. Bëhet fjalë për serialin Trëndafilat dhe Mëkatet. Në episodin e parë të këtij seriali, shikuesit futen menjëherë në një histori plot emocione, sekrete të fshehura dhe kthesa të papritura që ndryshojnë jetën e personazheve kryesor. Historia nis kur rrugët e Zeynep dhe Serhat kryqëzohen fal ndërhyrjes së Kader, duke bërë që Zeynep të hyjë papritur në një botë krejtësisht të panjohur për te. Ky takim nuk është i rastësishëm, por fillimi i një zinxhiri ngjarjesh që do të ndryshojnë jetën e tyre përgjithmonë. Nga ana tjetër, Serhat Teçer paraqitet si një burrë që duket se ka një jetë të qetë dhe të lumtur me bashkëshorten e tij Berak dhe vajzat e tyre. Por kjo qetësi është vetëm sipërfaqësore. Gjithçka përmbyset kur zbulohet një e vërtet tronditse. Berak ka fshehur për vite me radhë një sekret të madh, ekzistencën e një fëmije tjetër të quajtur Fati. Ky zbulim e vendos Serhatin përballë një realiteti që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Ai niset në kërkim të së vërtetës, duke ndjekur çdo gjurmë dhe çdo detaj që mund ta çojë tek e kaluara e fshehtë e gruas së tij. Në këtë rrugëtim, ai kryqëzohet sërish me Zeynep, e cila me karakterin e saj të sinqertë, të fortë dhe të guximshëm, bëhet një mbështetje e papritur për te. Marrëdhënia mes tyre fillon të formohet në mënyrë delikate, duke lënë hapësirë për shumë pyetje dhe zhvillime në të ardhmen. Ndërkohë, çdo hap që Serhat hedh drejt së vërtetës e afron më shumë me një sekret edhe më të madh, i cili duket se lidhet drejt për drejt me të kaluarën e Berak. E vërteta nuk është e thjeshtë dhe çdo personazh duket se fshet diçka më shumë se sa tregon. Mendimi im personal për episodin e parë, episodi i parë Trëndafilat dhe Mëkatet, arrin të krijojë një bazë të fortë për serialin, që në fillim ai të rreq vëmendjen me histori të ngarkuar emocionalisht dhe me sekrete familjare që premtojnë zhvillime dramatike. Personazhi Serhatit paraqitet si një figurë komplekse, i cili kalon nga një jetë e qetë në një krizë të thellë emocionale. Nga ana tjetër, Zeynep sjell një energji të freskët në këtë histori dhe duket se do të ketë një rol kyç në zhvillimin e ngjarjeve. Ajo që e bën episodin më interesant është mënyra se si ndërthuren sekretet familjare me fatet personale të personazheve. Megjithatë, disa momente mund të ndihen pak të ngadalta në ritëm, pasi episodi fokusohet shumë në vendosjen e historisë dhe më pak në veprim të drejtë për drejtë. Në përgjithësi, episodi i parë lë shumë pyetje të hapura dhe krijon kuriozitet për episodet e ardhshme. Është një fillim premtues për ata që pëlqejnë drama familjare me mister dhe emocione të forta. Në episodin e dytë të këtij seriali, tensioni rritet ndjeshëm dhe sekretet që kanë qëndruar të fshehura fillojnë të dalin një nga një në dritë. Ngjarjet marrin një kthes dramatike, duke e bërë këtë episod një nga më emocionuesi deri më tani. Zeynep vazhdon kërkimet e saj dhe bashkëpunon me Xhihan Tençerin, vëllain e Serhatit, për të analizuar të dhënat dhe informacionet që kanë mbledhur. Megjithatë, ndërsa Zeynep beson se po i afrohet së vërtetës, ajo nuk e kupton se po futet gjithnjë edhe më shumë në një lojë të rrezikshme, ku askush nuk është ashtu siç duket. Nga ana tjetër, Serhati vazhdon të ndjek gjurmët që ka zbuluar, paqja në dieni të asaj që po ndodh pas shpinës së tij. Kur vren një zambak të bardhë, të lënë pranë shtratit të Berakut, ai bindet se po i afrohet personit që ka kërkuar prej kohësh. Çdo hap i tij e çon më afër së vërtetës, por kur më në fund zbulon identitetin e personit që ka lënë lulen, emocionet që përjeton janë shumë më të forta se sa e kishte imagjinuar. Zemërimi i tij përzihet me një dhimbje të thellë që e trondit emocionalisht. Një nga momentet më tronditëse të episodit vjen nga Xhihan Teçer. Deri më tani ai ishte shfaqur si një personazh relativisht i qetë dhe i kontrolluar, por këtë herë shikuesit shohin një anë krejtësisht tjetër të tij, anën e errët dhe të rrezikshme të Xhihanit, del në pak kur ai mbyll Azrën në një dollap, duke treguar se është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mbrojtur sekretet e tij dhe për të kontrolluar situatën. Ndërkohë, Serhati arrin në një përfundim që e trondit plotësisht. Ai bindet se mes Berakut dhe Xhanit ekziston një lidhje që është fshehur prej kohësh. I pushtuar nga zemërimi, nga ndjenja e tradhëtisë, ai merr armën e tij dhe niset për t'u përballuar me të vërtetën.
Ky moment krijon një atmosferë të rëndë dhe le të kuptohet se një tragjedi mund të ndodhë në çdo çast. Në të njëjtën kohë, Zenej pret me ankth lajme nga Xhian. Kur më në fund arrin të besojë se ku ka shkuar Serati, kupton se situata është më serioze se sa mendonte. Ajo përpiqet të ndryjë, por duket se koha nuk është në anën e saj. Pyetja që mund të mbetet në fund të këtij episodi, a do të arrijë Zeynep të ndalojë Seratin para se të jetë tepër vonë? Dhe mendimi im për këtë episod është se ky episod ishte më intensiv dhe më i errët se episodi i parë. Zhvillimi i personazhit të Xhianit ishte ndoshta surpriza më e madhe, pasi zbuloi një anë që askush nuk e priste. Skenat me Seratit dhe zbulimeve të tij ishin të mbushura me emocione dhe tension, duke e mbajtur shikuesin të përfshirë gjatë gjithë kohës. Më pëlqeu mënyra se si seriali ndërtoi gradualisht misterin rreth zambakut të bardhë dhe si e përdori atë si një simbol që e çoi drejt një zbulimi të rëndësishëm. Gjithashtu fundi i episodit ishte shumë i fortë dhe la një pritshmëri të madhe për episodin e tretë. Në përgjithësi ishte një episod që kombinonte shumë mirë dramën, misterin dhe emocionet, duke treguar se seriali Trëndafilat dhe Mëkatet bëhet gjithnjë edhe më interesant në çdo episod të ri. Episodi 3 vazhdon të thellojë misterin rreth vdekjes së Berakut dhe sekreteve që ajo ka lënë pas. Çdo e vërtetë e zbuluar hap dyer të reja drejt mistereve edhe më të mëdha. Ndërsa personazhet përballen me sfida që mund të ndryshojnë jetën e tyre përgjithmonë. Pas ngjarjeve dramatike të episodit kaluar, Serat arrin të pajtohet me vëllain e tij Xhian, duke lënë më njanë përkohësisht tensionet dhe keqkuptimet që kishin lindur mes tyre. Megjithatë, pyetjet që e mundojnë Seratin vazhdojnë të mbeten pa përgjigje. I vendosur të zbulojë të vërtetën, ai fillon të lexojë letrat që Berak ka lënë pas. Çdo faqe e lexuar e afron më shumë me të kaluarën e fshehtë të gruas së tij dhe me sekretet që ajo ka mbajtur të fshehura për vite me radhë. Teksa përpiqet të bashkojë copëzat e enigmës, një zbulim i ri trondit gjithçka. Në telefonin e Berakut zbulohet personi vetëm i ruajtur në mënyrë të veçantë. Një detaj që ngre dyshime të mëdha dhe hap një drejtim krejtësisht të ri në hetimet e Seratit. Kush është ky person? Çfarë roli ka pasur në jetën e Berakut dhe pse ajo e kishte fshehur identitetin e tij nga të gjithë? Ndërkohë, Zeynep dhe Serat vazhdojnë të ndjekin gjurmët e lëna nga Berak. Bashkëpunimi i tyre bëhet gjithnjë edhe më i ngushtë, ndërsa përpiqen të zbulojnë të vërtetën pas sekreteve që kanë tronditur familjen Teçer. Çdo gjurmë i çon drejt një misteri të ri dhe i afron më shumë me përgjigjet që kërkojnë. Por ndërsa ata fokusohen te kërkimi i së vërtetës, nuk kanë asnjë ide që rreziku që po afrohet në prapasken, Tylai dhe Erkan po përgatitin një plan të errët, i cili mund të ketë pasoja të rënda për të gjithë familjen. Synimet e tyre mbeten të paqarta, por është e qartë se veprimet e tyre do të sjellin një stui të re në jetën e personazheve kryesor. Në anën tjetër, Ebru përgatitet të lëshojë një bombë të vërtetë në mes të familjes Teçer. Sekreti që ajo mban mund të shkatërrojë marrëdhëniet, të krijojë konflikte të reja dhe të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Ndërsa e vërteta afrohet gjithnjë dhe më shumë, duket se askush nuk mund të shpëtojë nga pasojat. Episodi mbyllet duke lënë më shumë pyetje pa përgjigje dhe duke rritur pritshmëritë për zhvillimet e ardhshme. Të gjithë personazhet ndodhen në prag të zbulimeve që mund të ndryshojnë gjithçka që kanë besuar deri më tani. Sipas mendimit tim, ky episod ishte shumë i fokusuar tek misteri dhe ndërtimi i historisë, sesa tek përplasjet e forta dramatike. Por pikërisht kjo e bëri shumë interesant. Letrat e Berakut shtuan një dimension emocional në histori dhe treguan se ajo vazhdon të ndikojë në jetën e personazheve edhe pas largimit të saj. Më pëlqeu mënyra se si seriali vazhdon të krijojë dyshime rreth çdo personazhi. Çdo episod sjell informacione të reja, por në vend që të jap përgjigje të plota, krijon edhe më shumë mister. Kjo e mban shikuesin të lidhur me historinë dhe e bën të pres me padurim episodin e ardhshëm. Gjithashtu, dinamika me Zeynepit dhe Seratit po bëhet gjithnjë edhe më interesante. Bashkëpunimi i tyre po forcohet gradualisht dhe duket se ata do të luajnë një rol kyç në zbardhjen e të gjitha sekreteve. Sa i përket Tylai, Erkan dhe Ebru, duket se episodet e ardhshme
do të sjellin përballje edhe më të forta dhe zbulime që mund të tronditin të gjithë familjen të qerë. Serialin Trëndafilat dhe Mëkatet, nëse doni ta kërkoni në internet ose në rrjetet sociale, mund ta gjeni në titullin origjinal turk Güller ve Günhalhar.